Debatet mbi të ardhmen e pranisë ushtarake amerikane në Kosovë janë rikthyer në vëmendje pas raportimeve në disa media ndërkombëtare që sugjerojnë mundësinë e një reduktimi të forcave të dislokuara në rajon. Në këtë klim pasigurie, presidentja Vjosa Osmani ka përcjell një mesazh të qartë. Trupat amerikane janë faktor kyç për paqen dhe stabilitetin dhe nuk duhet të ketë ndryshime në këtë drejtim. Gjatë takimit me të ngarkuarën me punë në ambasadën amerikane, Anu Pratipati, Osmani nënvizoi rëndësinë strategjike të pranisë së aleatëve në kuadër të NATO-s, duke e cilësuar atë si garanci konkrete për sigurinë e vendit dhe rajonit. Sipas njoftimit zyrtar nga presidenca, ajo ritheksoi gjithashtu se antarësimi i Kosovës në NATO mbetet një objektiv afatgjatë dhe thelbësor për konsolidimin e shtetit. Sa i përket zërave për kufizime të mundshme, një zyrtar i Pentagonit deklaroi se aktualisht nuk ka asnjë vendim apo plan për ndryshime në dislokimin e trupave. Megjithatë, raportimet e fundit nga Politico, që citojnë diplomatë aleancës, flasin për një kërkesë të mundshme të Washingtonit ndaj aleatëve për të rishikuar angazhimet jashtë territorit amerikan, përfshirë misionin paqëruajtës në Kosovë. Aktualisht, në kuadër të misionit KFOR, shërbejnë rreth 590 ushtarë amerikan, të cilët luajnë një rol të rëndësishëm në garantimin e sigurisë, ruajtjen e stabilitetit dhe menaxhimin e situatave të ndjeshme, përfshirë vijën kufitare me Serbinë. KFOR i konsiderohet shtylla e tretë e sigurisë në vend. Për krah policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, EULEX, autoritetet në Prishtinë vazhdojnë ta shohin partneritetin me Shteteve të Bashkuara themelor për procesin e shtetëndërtimit dhe përballimin e sfidave të sigurisë.